Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizionia, ku jemi sërish bashk në emisionin e përgjithshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 22 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. 22 maj. Ngjarje. 1762. Suedia dhe Prusia nënshkruajnë traktatin e Hamburgut. 1826. Charles Darwin niset me anijen HMS Bagle nga qyteti i Pumonthit. 1906. Në Athinë hapen lojrat verore olimpike, të cilat sot njihen si pjesë e lojrave zyrtare olimpike. 1939. Lufta e dytë botërore. Gjermania dhe Italia nënshkroi Paktin e Qelikut. 1942. Meksika hyn në luftën e dytë botërore në anën e aleatëve. Lindje. 1783. Lindi William Sturgeon, shkencëtar anglez që ndërtoi elektromagnetin e parë praktik. 1813. Lindi Richard Wagner, kompozitor gjerman. 1859. Lindi Arthur Conan Doyle, autori romaneve kriminalistike. 1907. Lindi Laurence Olivier, aktor britanik. Vdekje. 337. Vdiq Konstantini i Madh, perandor romak. 1873. Vdiq Alessandro Manzoni, letrar italian. 1885. Vdiq Victor Hugo, letrar francez. 1939. Vdiq Ernest Toller, letrar gjerman. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e biodiversitetit. Për sot kemi përgatitur biografinë e Nikolaj Ceaușescu, i cili ishte një diktator rumun. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Nikolaj Ceaușescu u lind me 26 janar 1918 në Skonciscesti, një vendbanim në jug të Rumanisë, dhe vdiq 22 dhjetor 1989 në Turgaviste të Rumanisë. Ishte lideri komunist i Rumanisë dhe general dhe sekretar i shtetit gjatë viteve 1967-1989. Sulmtimi i tij u shënua në dekadën e parë nga një politikë të hapur ndaj Evropës Perëndimore dhe Shteteve të Bashkuara, i cili devijoi nga ajo e vendeve të tjera të Paktit të Varshavës gjatë luftës së ftohtë. Ai vazhdoi një prirje themeluar nga paraardhësi i tij, i cili kishte kontakt Bashkimin Sovjetik në tërheqjen e trupave të saj nga Rumania në vitin 1958. Dekadën e dytë të Ceaușescut u karakterizua nga një regjim nga gjithnjë e më brutale dhe represive, regjimi më stalinist në bllokun sovjetik. Ajo ishte shënuar edhe nga një nacionalizëm kudo kult personalitetit, edhe një krisim në marrëdhëniet e jashtme me fuqitë perëndimore, si dhe Bashkimi Sovjetik. Qeveria e Ceaușescut u përmbys në revolucionin dhjetor 1989 dhe ai dhe gruaja e tij u ekzekutuan pas një programi televiziv dhe me nxitim organizua ekzekutimin e tij 2 orë pas vendimit të gjykatës. Ceaușescu u ekzekutuan nga një skuadër e përbërë nga ushtarë të qitjes elit të regjimentit Hedhje. Para se dënimi i tij të ishte kryer, Nikolaj Ceaușescu këndoi Internacionale, ndërsa duke u udhëhequr kundër murit. Pas të shtënave, trupat ishin të mbuluara me kanavac. Gjykimi i incituar tregojnë edhe imazhet e Ceaușescut të vdekur ishin filmuar dhe pamjet lëshuar menjëherë në vende të shumta perëndimore. Më vonë atë ditë u pasqyrua edhe në televizionin rumun. Varret e tyre janë të vendosura në Qensej, varrezat në Bukuresht. Ata janë varrosur në anët të kundërta të një rruge. Varret vetë janë pa pretendime, por ato prirët e jenë të mbuluara në lule dhe simbolet e regjimit. Disa pretendojnë se varret nuk e bëjnë në realitet të përmbajnë trupat e tyre. Që nga prilli 2007, Valentini, djali i tyre, ka humbur një thirrje për një hetim të çështjes. Pas vdekjes së tij në vitin 1996, djali i madh Niku u varros afër në varrezat e njëjtë. Sipas jurnalul kombëtare, kërkesat janë bërë nga Zoja Ceaușescu.
Zëtarët e mjekësisë ligjore kanë zhvarrosur trupat e Nikolajt dhe Helenës për të kryer analiza dhe ADN-s. Më vonë është vërtetuar se ata ishin me të vërtetë eshtrat e Nikolajt dhe Helenës. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim se si u shfaq për herë të parë koncepti mes së mirës dhe së keqes, ose i quajtur ndryshe simboli yin-yang. Edhe pse disa teori demonstrojnë se ky simbol mund të jetë shfaqur në Rom e jo në Kinë, ka disa fakte historike që nuk na lejojnë ta themi diçka të tillë. Simboli yin-yang, i njohur gjerësisht si një simbol i balancës dhe harmonisë, ka origjina të thella në filozofinë kineze, veçanërisht në taoizëm. Ky simbol përfaqëson dualizmin në natyrë, ku dy forcat të kundërta dhe plotësuese ekzistojnë së bashku dhe janë të ndërvarura. Yin përfaqëson errësirën femërore, tokën dhe pasivitetin, ndërsa yang përfaqëson dritën mashkullore, qiellin dhe aktivitetin. Origjina dhe historia e yin-yang në kulturën kineze. Filozofia taoiste. Simboli yin-yang është thelbësor në taoizëm, një traditë filozofike dhe fetare kineze që daton rreth shekullit të 4 para erës sonë. Filozofit taoist Laozi dhe teksti klasik Tao Te Ching përmbajnë shumë referenca për konceptet e yin dhe yang si pjesë të pandashme të universit. Një tjetër tekst klasik kinez, I Ching ose libri i ndryshimeve, gjithashtu përdor konceptin e yin dhe yang për të shpjeguar natyrën e ndryshimit dhe transformimit. Ky tekst daton në shekullin e 9 para erës sonë. Simbolika e yin dhe yang, diagrami tradicional Taiutu që përfaqëson yin dhe yang, është një rrethindar në dy pjesë të barabarta me një V në formë S-je, me një pikë të vogël të secilës ngjyrë në anën e kundërt. Ky simbol përfaqëson ndërvarësinë e këtyre dy forcave. Pretendimi për origjinën në Rom. Pretendimi që simboli yin dhe yang është përdorur për herë të parë në Rom dhe jo në Kinë, është një pretendim që kërkon shqyrtim të kujdesshëm dhe prova të besueshme. Nuk ka prova historike të njohura që tregojnë se romakët e lashtë kanë përdorur simbolin yin dhe yang ose kanë konceptuar një simbol të tillë në mënyrë të ngjashme. Dokumentimi historik. Të gjitha burimet historike dhe arkeologjike njohin Kinën si origjinën e simbolit dhe filozofisë yin dhe yang. Nuk ka referencë të njohura në burimet romake që të përfshin përdorimin e këtij simboli. Kultura dhe simbolet romake. Romakët kishin simbolet e tyre kulturore dhe filozofike që përfaqësonin dualitetin dhe balancën, si për shembull Dioskuret, që përfaqësonin binjakët dhe dualitetin, por këto janë të ndryshme nga yin dhe yang. Simboli yin-yang është thellësisht i rrënjosur në filozofinë dhe kulturën kineze dhe nuk ka dëshmi historike që sugjerojnë se ai është përdorur për herë të parë në Rom. Ky simbol vazhdon të jetë një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore kineze dhe filozofisë taoiste, duke përfaqësuar balancën dhe harmoninë në natyrë. Pretendimet për një origjinë romake kërkojnë prova të reja dhe të besueshme për të konsideruar të vlefshme. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 22 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me alternime kthjellimesh, vranësirash dhe rreshjesh lokale, kryesisht në zonat lindore dhe jugore. Paraditja do të sjellë mot të ngrohtë dhe intervale me diell në bregdet, ndërsa pasditja do të shoqërohet me zhvillim vranësirash dhe rreshje lokale shiu në zonat malore dhe qendrore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 9 orë me diell, kryesisht në ultësirën perëndimore dhe juglindje. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 17 deri në 27 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 13 deri në 21 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 27 gradë Celsius, Durrës 17 deri në 25 gradë Celsius, Kavaj 15 deri në 25 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 27 gradë Celsius, Berat 16 deri në 26 gradë Celsius, Korç
13 deri në 18 gradë Celsius. Vlorë, 17 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër, 14 deri në 24 gradë Celsius. Sarandë, 18 deri në 26 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 22 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu pothuajse në të gjithë territorin. Paraditja do të sjellë rreshje të lehta dhe vranësira të dendura, ndërsa pasditja rreshjet mund të intensifikohen në disa zona perëndimore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4 për shkak të vranësirave dhe rreshjeve. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:00 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 13 deri në 20 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 19 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 20 gradë Celsius. Pej, 14 deri në 19 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 19 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 23 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 20 gradë Celsius. Perizaj, 12 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik, 13 deri në 18 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 21 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 19 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Bashkë të rishimi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër, ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrjetet më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.